Sa ke nesër përballemi me Shkupin në një ndeshje ku pikët kanë vlerë të madhe për ne. A është gati skuadra për të marrë atë që dëshiron? Çdo pikë për momentin është shumë e vlefshme për ne, patjetër që skuadra është e gatshme, pasi edhe pse jena lodh në kupë ditën e mërkurë, përsëri kena pushu dhe jena gati për nesër, për një ndeshje që na duhen 3 pikët me patjetër. 5 ndeshjet e fundit janë 5 finale praktikisht për shkëndirë në garën për titullin kampion. Jemi gati fizikisht dhe mentalisht? Normal që po, kena punu gjatë gjithë vitit duke filluar nga data 1 qershor për të arritur deri këtu, për të pas ndeshjet e fundit vendimtare dhe t'i kena në dorët tonë dhe patjetër që jena të gatshëm, si fizikisht si mendërisht për pikët maksimale. Ka ndikuar në atmosferën në skuadër eliminimi nga Kupa e Maqedonisë së Veriut? Padyshim ka ndiku pak, po Kupa është kompeticion më vete, ne jena munduar ta mbajmë atmosferën sa më lart dhe dihet që objektivi jon kryesor që në fillim ka qenë titulli kampion që jena në një rrugë të mirë deri tani. Ca ke një derbi ndërmjet Shkëndijës dhe Shkupit pa pranimin e publikut. Mendon që do të jetë një ndeshje ndryshe nga ato të tjerat? Do të jetë një mungesë e madhe për ne pasi dihet atmosfera që është bë lojën e kaluar midis tifozëve tan ballistët dhe tifozëve të Shkupit Zhvercerat, ishte një atmosferë festive. Po, këto janë rregullat, duhet i përmbajna, jena pa publik, përsëri do jemi përfitore. Po do na mungoj tifozëria patjetër nesër. Kush fiton ndeshjen nesër? Shkëndija.